Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi disa ditë pa bërë vlog. U hap koha para gjysmore, doli dielli, thash super, do filloj një vlog me energji pozitive. Doni ju sa u bëra gati unë, thash do dal me motor, nuk do dal me makinë dhe s'do ta kem vështirë fare për të kërkuar për parking. Por sa dola unë, iku prap dielli, u fshenën re, fillovi prap shi, kështu që unë duhet të dilja me makinë. Po iki në punë, aty na pret dikush që kam kopa e parë dhe më ka marrë malli, dhe ju jam shumë e sigurt që ju ka marrë malli. Jam kurioze pa bër skip tani. Më thoni në koment kush mund të ketë ardhur dhe më pret mua tani të puna. Më shkruani këtu. Jam kurioze do ta gjeni apo jo. Dhe do shkojmë ta takojmë. Mezi pres, më ka marrë vërtet malli se kam shumë kohë pa e takuar. T'ju jap një ndim të vogël, më përpara, domethënë kur ishte këtu, dilte shumë në vlog. Më dridhe dora. Besoj e kuptuat se kush mund të jetë. Jemi duke bërë koleksionin e ri të saudeza të pranverës, që o zotë ta marrë mësysh, po deri tani ka dalë super bukur. Dhe mezi pres t'ja u tregoj. Nuk do ja tregoj sot, por mezi pres të mbaroj të përfundojmë të gjitha veshjet që t'ja u tregoj dhe jam e sigurt që do ju pëlqejë dhe ju shumë aq sa më ka pëlqyer dhe mua. Hello, jemi në ditën tjetër, nuk bëra vlog, se do ju them se çfarë më ndodhi atë ditë që nisa vlogun. Kemi ardhur të bëjmë fotot e saudezës. Jemi në një ambient të lezetshëm, që ka marrë derë tjetër. Si me bërë flokt. Edhe po shofim tani se ku do t'i bëjmë fotot. Elberta me Elin. Edhe Selda është dhe Selda me mua që do m'ndihmoj. Janë jashtë. Ku shkalla këtu tani? Ja, grupi. Atje. Është bukur këtu Seld? Hajtë shif sa bukur është. Po hajde pra? Hajde! Ve për arti, e ka pe foton këtu? Përshëndetje Megi. Përsëri Megi këtu, ta lodhim ta. Kja ish pak trurin, unë da një matë detajet e mija. O do një botë të lutem për zotin dani. Ja, kam këta dy që i ka marrë për shërë. Ku është e tjetër? Këta dy ka marrë vetëm për shërë këtu. Ja, vetëm nga të mojnë vajzat dhe ato qeshin, për shërë jeni ju dy.
Hi. Wow. Flok të Elit ka ndalë pak si... Bravo, Eli, bravo, shumë. Rri qik më drejt, mo. Drejtoj pak mishën tënde. Dhe atë, jo. Oj, Liperda, mu është me tregu pak gjepin e pantallonave? Elia, mund është me vu dhe dorën tjetër në gjep? Po e vet. Super, u sa bukur dele. Ja u lidur të Liper? Do flasim jarë se tu kemi copyrightin. Shikoni pak kush më ka ardhur njerëz. Shikoni, ajo ka marrë malli. Shifni sa e bukur që ja ba çdo herë që vimi me nga një Po ti je ish bota. Po lene odes tash. Le fol pra pak. Si ju kam yje. Antonella, ta dini ju. Nuk keni munguar. S'ka gjë. S'ka gjë se pivo miqi. Jo, s'pine më shumë. Po qa një koktejl me ti. Shumë shpejt do shifni dhe videot e mia. Kam një vit që i lutem të hapi kanalin e saj. Puki 3 vjet. Po, fix. 4 fare. Me nxjerr vajzat, më shisi kam si. Vajzat i kam nxjerr që në Berta të mëngjes. Elibert, moj ku je? Ja këto 2 modelet që i kam torturuar sot në stot me ato veshjet verore pranverore. Ja dhe njësh. O Antoni. A man mend kur kemi kërci? Tana e manë kur ke kërcitin pedonale me taka, se kishe një dënima nuk e di. Po kishim një kështu spit. Ishte të rashi. Po kur vajtëm te supermarketi me fustani,
Akoma më thot ajo gruja Deza me atë fustanin e mallështore dhe futet tublete ekoja. Po, se unë isha... Tera Marina të dyja I kemi bërë. Me I këtë to. A që më ka bërë që ka ikë për zotin, gjdo sfit, gjdo Marin me këtë të çmendurën e kam bërë. Ja, erdhi pardje, dolëm për kafe, ju thash kush më pret video. Po që të bek, ishim ko pa u parë dhe folëm pak atje, u morë me qa ke po pak, disa orë. S'kam ba si gjatë për jetë. Po he, me qa ke Vazhdoj bërë? të njëjta, të bëj 3 punë. Bën 3 punë dhe I kam thënë, bëj dhe një të 4 që të hapi kanal YouTube. Edhe shumë shpejt do ta vendosi dhe do ta bëj dhe. Do ta bëj. Si se kam bërë shumë video, po që ty s'te kam të Ka bërë video dhe nuk I postoni a disa mi qo nerva. Elisa, din sa video ti ka marrë vlog njët. Ka bërë vlog, moj. Ka bërë vlog edhe kur ka ardhe Liberta atje që ka bërë surprizë Elvelinës. Po, mojnë gjithë këna marrë me në vlogën. Po hidhe moj të shkretin vlog hidhe. Edhe a din sa interesant është, se gjdo vlog I jam jashtë, kur I kom dikun, unë thëmë da t'ju të regoj, po Odez, ka diçka që se kuptoj, kur nuk e mydhjon vlogën, nuk e di pëse. Po ti si ke postuar njërë. Po si ka myllë proper I këtë nuk I helione. Po s'ka gjë, mund të thua kështu, vazhdon. Vazhdimi, po, që t'ken kur jesht, kur eshtje, njerëzit, ku e ki makinë e Odez? Përse e kam këto, hajte, përse e kam këto, hajte. Odez, këtë makinë të në blejo, ja po m'bjen zër me hi, pis për zër. Ja kam kombinu me makinë, po m'bjen zër me hi për Ja me këto Marina të kësaj më mungojnë për zotin. Ja për zotin, s'kena si pa përdori me këtë shalë. Me shtru si rrugic. Kjo është e çmendur për zotin. Me të mbirë sa që këto. Po hajde pra futu. Pa futu në shtë herë ullëm. Do thot doni I pari person që ma ka kujdes makinën ka shumë. Të shemjudin dhe me avash, 1, 2. Mbyllet vetë. A si marova. Po s'kom kaj moj qyqja sa ma lokën. Po qaj kja ma jënë si a di emre. Marova, moj është e madhe për sotit. O shotë Qaj ma një që zemrin ka emocion. O deka për sotit. Και την καλωδίωση, με τρελάνε με την καλωδίωση. Θα χρειάζομαι όπως τίποτα μου είναι την καλωδίωση. واو الجملة بومدلي Jemi në ditën e Sedim, kemi ardhur në Athinë dhe kishim shumë kohë. Doni përshëndetje, s'ke thënë përshëndetje në këtë vlog? Përshëndetje. Apo ke thënë, harrova, ke thënë? Kur kam thënë? Ke thënë, more se akoma s'është mbyll vlogu kur kemi bërë fotot dhe këto. Erdhëm në Athinë njerës, jemi në ditën tjetër dhe kishim shumë kohë pa ardhur, se si më duket, që kur kishim ardhur, që para vitit 3, shumë para vitit 3. Që 10 orë kishim pra pa ardhur, në kishte marrë malli, koha xham, si gjithmonë këtu koha është kështu, po është pak freskët, në fakt për Athinën është pak freskët, dhe po shkojmë sa dritë e bukur që bie. Dhe siç po ju thoja, po shkojmë për do shkojmë për të marrë copat e saudezës. Kemi ardhur në Athinë që t'i marrim këtë radhë. Dhe si fillim normal që dua kafe, që të më hapet syri, se jemi me shumë pak orë gjumë. Dhe ku dua unë kafe nga kush? Normal nga Mikeli. Saj që vi këtu me zi pres të pi kafe nga Mikel, kështu që do një të lutem shumë, do ndalosh te Mikeli. Mirë është të mbash anën atje, se Mikeli është... Se më në fare ku është?
Së di fare ku ti. Sa kalon fanare do është fiks aty. S'mban mend. Kam harruar atë penelin e vetullave dhe kam shumë keq tani. Do ndalosh atje jashtë Mikelit, prandaj thash mbaj anën atje. Se janë plerat atje. Aty ndalo te plerat më mirë. Keq është, po hajt. Ja, kafja preferuar. Mbaruam punë, shpejt. Mbaruam, do të thënë, po thuajse. Dhe tani po kthehemi në shtëpi. Besoj ora është, sa është ora doni? 12. 12 në qerek. E di çka kam qef? Të bëjmë ata që tha Gysi. Kom. Të marrim ka ardhur dhe Gysi me Holtën dhe Hergën, kështu që Gysi kishte idenë që të shkojmë, e kemi diskutuar në fakt para disa kohësh, të shkojmë në Kalithea, në vendin ku jemi rritur, ku kemi vajt në shkollë dhe kemi shumë, por shumë vite pa kaluar. Do më thënë që kur kemi ikur, sa mund të kemi? Diku të 14-15 vite pa vajtur dhe kemi nostalgji, do më thënë, jam shumë kurioze se mua më del shpesh në ëndër. Qa 15 vite. Më shumë. 20 vjetë, më thua. Te ato lagjet, po, mund të kemi, po. Jo, mos sa Ke vajzën 18 vjeqë, më. Ke drejtoni. Sot i madh, ke vajzën 18 vjeqë, sot i madh plako. Dhe duam shumë që të shkojmë, të shikojmë lagjet, që të tregojmë dhe juve se ku kemi jetuar, që të regoj shkollën, gjimnazin. Jam shumë kurioza duke të ndryshuar si vend. Nuk e di. Kemi shumë qef të kalojmë, të shikojmë, kështu që do marrim Gysin, Holtën dhe Hergën dhe do shkojmë ta vizitojmë. Ndoshta, nuk e di, nëse na del kohë dhe do ju tregoj dhe juve. Do ju tregoj çdo gjë ku kemi jetuar, ku kemi vajt në shkollë, çka kemi bërë, çka. Mbaj mend kur jemi njërë në fillim me Donin, mban mendoni që kemi vajt njërë? Po. Te shkolla? Po. A mban mend? E mban mend si vend për të vajtur? Se mbaj mend si kam, po. E mbaj mend unë, s'ka gjë. Do vëm dhe Google Mapsin, po e mbaj mend. Unë mbaj mend me rrugën e autobusit, se me makinë nuk është se kam vajt. Rrugën e autobusit, sepse atëherë vetëm kështu me autobus lëviznim ne. Me autobus ose me tren. Edhe me tren ditë shkoj. Do ndjekim autobusin do në 020-ën. E të shkojmë. Jo, e di do me thënë vetëm e di më duket edhe me makinë ta tregoj. Kalithea shkruan model në Google Maps. Ditë shkosh deri në Kalithea. Ban mend që kam punuar një herë disa 1-2 muaj në Kalithea në një dyqan me rroba. Punoja kështu, punoja paradite në furr, edhe mbasdite punoj në furr nuk e paradite, dhe mbasdite punoja në një dyqan me rroba me Irinin. Kam punuar pak kohë, sepse punoja në 2 punë, ishte e lodhshme, kështu që pastaj isha edhe shtatzan me Elin dhe nuk punoja dot më 2 punë, kështu që kam punuar ca kohë në Kalithea, por prap shkoja vetëm te puna, nuk është se shkoja te ato lagjet ku jam rritur, se siç u thash. Deri atje ditë na çosh ti. Deri atje ku kam punuar unë. Okej, super. Po ditë na çosh deri atje, pastaj tregoj unë se ku të futesh. Se me memorien si unë si Gysi, si jemi fare të mirë, po nuk e di atë vend e mbaj mend shumë mirë, sepse nuk e di se si shpjegohet, më del shumë shpesh në ëndër. Ai vendi dhe më duket sikur jam akoma në atë moshë, në adoleshencë, dhe shkoj në shkollë, domethënë gjithë ato vite që kam përjetuar më dalin shpesh në ëndër. Nuk e di a ju ndodh dhe ju që dalin në ëndër vend që keni qenë të vegjël për shembull. Ndoshta jo të gjithë, po se ndoshta ju jetoni përsëri në vendin ku jeni rritur, po njerëzit për shembull që janë rritur në një vend dhe pas e kanë lëvizur, mbase ju del në ëndër. Mua më del shumë. Nuk të del asnjëherë në ëndër, doni nuk të del fare kur ke qenë i vogël. Sikur po e përjeton prapë, as njerëz të del në ëndër. I çuditshëm je. Si ka mundsi? Nuk shikoj ëndra, unë shikoj vend të ëndra me polica, me Si ka mundsi? Me thënë mendje sikur ke probleme me policin ti. Se si ka mundsi që nuk shikon asnjëherë ëndra, kur shikon veç polici. Me thënë mendje është ndonjë kriminal, ky edhe ka frikë policin. Pse? Si ka mundsi? Se di fare. Që të kishe bërë në një gjë, do ta dija ka është vjet tani, gati 20 vjet bashkë, do ta dija.
Vetë se në ata shikojnë. Si shpjegohet, zot ndaroj. Ban vend, nuk e di, unë shikoj shumë ëndra dhe shikoj dhe ëndra të çuditshme, të pashpjegueshme. Thonë që është dhe stres në fakt. Shikoj akoma dhe sikur ha këpucë. Nuk e di, ca ëndra të çmendura që shikoj. Ajo gjej këpucë të shkyme, ose janë ti, a? Një ëndër e shpifur pastaj që shikoj, mund t'jenë fjalë. Nuk e di se kam kërkuar më përpara, kur shikoja ëndra të çuditshme, direkt shikoja shpjegimin e ëndrave në internet. Edhe tani nuk i shikoj më sepse fiksohem. Shikoja ëndër sikur nxjerr flok doni nga goja. Po nxjerr, domethënë flok shumë edhe nxjerr dhe nuk kanë mbarim. Si shpjegohet? Shikon ata filmat me frikë. Me horror, thriller. Ndoshta nuk e di. Po jo, nuk është se i kam parë, veç këto ëndra nuk është se i kam parë pasi kam parë një film. Më dalin shpesh këto ëndra. Shikon filmin e imagjinon vetë ëndra pastaj me kalimin e kohës. Nuk e di pse më dalin këto lloj ëndrash. Pastaj një ëndër e bukur është kur fluturon, sa e bukur është, ose sikur hidhesh nga një pallat tjetër, e ke atë fuqinë, kështu super fuqi që hidhesh nga një pallat tjetër me këmbë, kështu dhe sikur fluturon, sa gjë e bukur. Më pëlqen edhe ëndra dhe kur shikoj ato ëndra nuk dua të zgjohem. Se fluturon vajza. Kam parë një ëndër sikur do ishte Spider-Man, jam parë mendoni. O zot ndaroj, sikur do ishte Spider-Man. Edhe jam vetë Spider-Man, Superman. Ai me dorën kështu që fluturon, që ka atë brapa atë shallin qashtë ajo që fluturon. O zot i madh. Shikoni dhe ju ëndra të çuditshme, më shkruani në koment se jam shumë kurioze, apo e kam vetëm unë këtë problem. Ata do të shkruajnë se do qeshin me të mare, do të shkruajnë se shikojnë ëndra me ato budalliqet e tyja. Po pse, s'ka mundësi t'jem me vetë nga që shikoj këto lloje ëndrash, për zotin nuk ka mundësi, nuk shpjegohet. Do ketë dhe njerëz të tjerë si puna ime. Më shkruani ju lutem që të ndihem edhe unë më mirë. Më shkruani ju lutem që edhe ju shikoni ëndra të çuditshme. Si s'kemi bërë ndonjëherë video kështu ëndra të çuditshme, që të më thoni ju ëndrat tuaja të çuditshme. Ide e bukur kjo. Ja, them unë çfarë video të bëj, Këtë video duhet të bëj unë, ëndra të çuditshme. E gjeta një video që mund të bëjmë. Dhe të tregojmë të gjithë ëndrat tona të çuditshme. Doni s'duhet marr pjesë, doni shikon vetëm ëndra me polica, kur shikon rrallë. Ky mund të shikojë domethënë videon. Ëndër njërë në sa, dhe kur e shikon me polica, ja. Kot, njeri kot. Ëndra me polica, zot na ruaj. Jo, po ëndra duhet të nxjerr flok nga goja. Apo të fluturu. Ja, kaq do ky tani, do tallet gjithë ditën me mua, kaq do t'i japësh pak material këtij dhe gjithë ditën tani do tallet me mua, do i thot tjerëve, qa ëndra shikon kjo gruaja ime, sa e trashe është kjo, ja, këto do thot tani, gjithë ditën do tallet me mua. Kaq donte ky tani. Ja, gjeti kështu që të merret, se aq do ky tallet. Dhe më pëlqen që të flosa më shumë. Are, nuk e ki iden sa si e bukur është fluturosh, more. Për zotin. Po të jepin ka të pjesë ati dhe po të fluturojnë në pallati tjetër. Jo, mos e bë provë, se do biesh. Në ëndër them, zjuar direkt të tallet. Sa kohë e bukur është. Sa kohë e bukur që është. A gjesh parking tani doni këtu? Ju kam treguar ky që është drejt në fund është spital. Këtu kam Lind Agjellën. Ja këtu. Dhe shpina kemi në një rrugit që sapo kaluam. Ja, fillova unë tani t'ju tregoj këto gjërat e mia. Këtu te ky spitali këtu, unë kam Lind Agjellën. Kurse këtu shkoj unë kur vi ndonjëherë në verë që rri disa ditë në plazh, është diku këtej. Këtu duhet kthesh doni. Këtu. Ajo është. Këtu. Jo, 123. Mos u merr më atë punë. Ajo është, ha? Kemi qenë i po, jo. Ose nuk e shkoj këtu. Ja, çeko kjo. Kjo është. Kjo është. Po.
Në ku ka i pojë? Kjo është, ajo, mos më marrën punë. Gys, mos është kjo. Bashkama i dia. 129 ka kanë, po 129 ka kanë. Po kanë ashtu si janë të dyert. Tash je Jemi ditën tjetër, tani do ikim, në fakt kemi ardhur për shumë pak. Vajtëm edhe në supermarket dhe bërëm ato blerje që na duan gjëra për në shtëpi për në Shqipëri. Vajtëm edhe te lagja vjetër siç ju tregova, pak gjëra, domethënë, i gjetëm dhe na dukshte ishte një emocion shumë i veçantë në fakt. Mezi e gjetëm adresën e dytë, por e gjetëm dhe shkollën time e gjetëm. Nuk kam filmuar shumë sepse nuk mund edhe të filmoja dhe të kërkoja të shikoja për rrugën, kështu që nuk e se kam filmuar shumë, po të paktën pam ato që donim të shikonim. Tani do nisemi për Shqipëri. Kemi bërë disa blerje në supermarket. Do sa ju bëj supermarket haul sa të shkoj në shtëpi. Të gjithë kanë zbritur, unë mbrova pak shtëpinë dhe tani po zbezdeon. Siç e kuptoni dhe nga zëri, jam çuar pak i bllokuar sepse kjo diferenca e klimës do ishte shumë ftohtë kur erdhëm dhe pastaj u bë shumë nxehtë. E dëgjoni hergën, duhet të zbres të iki. Hello Angels, jemi në ditën e fundit të mbyll dhe këtë vlog. Erdhëm pra në Shkodër dhe jam çuar pa Terezi, kam qenë tërë natën me temperaturë, erdhëm me temperaturë, në fakt gjithë rrugës isha me temperaturë, por natën kam qenë më keq, jam pa fuqi dhe tani po editoja video dhe pash që s'kam bërë mbyllje, kështu që të mbyll këtë vlog. Në videon e radhës kam për t'ju treguar një snack shumë të veçantë që kam parë në Greqi dhe po e ruaj që t'ja u tregoj ju. Kështu që Angels, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like dhe ne do shihemi në videon e radhës. Pashim, ju përshëndes.